Tash qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është i njohur dhe mendoj që është tepër parimor. Kryetari Memli Krasniqi deri më sot ju ka përgjigjur çdo ftesë për dialog edhe për kompromis. Edhe në takimin që ka pas me deputetin Albin Kurti ka bërë të qartë pozicion e Partisë Demokratike të Kosovës që për PD-n është e pamundshme që të ketë vot për ndonjë antar të ish-qeverisë së tij, që nënkupton edhe për Albolena Agjiun. Për ata që e din, Albolena Agjiu është një nga ministrët e cila ka nalur fondet për mbrojtjen e krerëve të UÇK-s, që ka pa mundësu një mbrojtje dinjitoze në Hagë, edhe sot derisa ne sot po flasim. Mbrojtja e presidentit tha që dhe të tjerët të kanë probleme me financu një mbrojtje dinjitoze. Pra ata janë duke operuar me minimumin e lejuar që lejojnë fondet të cilat i marrin disa nga qeveria, por disa dhe nga qytetarët e Kosovës dhe nga diaspora. Ka plot arsye tjera pse Albolena Agjiu nuk duhet të jetë kryeparlamentare, po si kryeparlamentarit edhe në të kaluarën edhe tash të paktën është mundu që të jetë një figurë konsensuale dhe zonja Agjiu ka qenë ma shumë epicendër e përçarjeve, ka qenë epicendër jo e përbashkimit, ka qenë po ashtu një njeri që ka hedh gaz lotësjelës dhe në farforme ka ataku institucionet e Republikës Kosovës dhe vetë kuvendin e Kosovës. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës, duke njohur politikat kamikaze të Albin Kurti, duke ditur që interesi ti personal vlen më shumë se interesi Kosovës, duke ditur që ai mund të ngri kryt edhe me këtë, ne kemi ofruar disa herë kemi ofruar rrugë dalje për këtë krizë, me që ne duhet të kemi sa më shpejt institucionet e Kosovës që të adresojnë sfidat e brendshme e sidomos të politikës së jashtme. Memli Krasniqi ka bërë të qartë Albin Kurti që çdo përfaqësues tjetër i lëvizjeve të vendosis që nuk ka qenë, se më thonë, antar i kabinetit qeverisës, ose shumica atyre, se një pjesë e tyre mund të jenë të pranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë, sante, derisa ne po flasim, mund të thirret seanca, ta sjellin një emër tjetër, që është një figurë ma përfaqësuese, edhe sot bëhet konstituimi i kuvendit. Po ato çfarë dëshiron Albin Kurti është që ai përmes propozimit të Albolena Agjiut, duke e ditur që nuk kalon Albolena, po krijon një farë paradhome ku ai mundet këto tundimet autokrate me jetësu. Sepse kështu jetojnë edhe autokratë. Ai nuk ka kuvend që mundet me sfidu në baza ditore për politikat e tyne. Albolenin po e përdor si qebe për të mbulu krejt dështimet dhe krejt kërkesat të qytetarëve, duke fillu nga rritja e çmimit të rrymës deri te sanksionet e Bashkimit Evropian. Pra, ai po mundohet me thonë që ja, këtu është problemin, kuvendi është problemi dhe po mundohet që të mbuloj problemet e tij në anën tjetër. Mirë po, që 20 vjet ne e kemi duru Albin Kurti, ne kemi duru edhe atëherë kur ka qenë kundër Rambujes, e kemi duru edhe atëherë kur ka qenë kundër shpalljes së pavarësisë, e kemi duru edhe atëherë kur ka qenë kundër flamurit, kundër himnit, e kemi duru kur ka gjuajtur gaz lotësjelës në kuvendin e Republikës Kosovës, e kemi duru kur është mundu që të pengoj antarësimin e Malit të zi në NATO dhe demarkacionin në Kosovë, e kemi duru edhe kur e ka pengu liberalizimin e vizave dhe antarësimin e Kosovës në UNESCO, edhe unë mendoj që ka ardhur koha edhe momenti që Kosova dhe opozita mos ta duroj më një njeri i cili tash e 20 vite gjithmonë ka qenë kundër rrjedhës normale të forcimit të shtetit të Kosovës. Faleminderit për këtë fillim, zotëri Cakolli. Ju e keni përcjell në vazhdimsi kuvendin dhe i keni përcjell këto situata të konstituimit të kuvendeve edhe të mahershme. Si po e shihni këtë situatë të krijuar dhe këtë ngërç? Në fakt, kjo është prej ngërçeve më serioze që kemi pasur në historinë e pas pavarësisë të paktën, jo me dojë mos për nga kozgjatja, por nga fakti që për herë të parë kemi një krizë e cila nuk ka një rrugdalje në perspektivë. Pra për herë të parë kemi palët aq të barrikaduara në qëndrimet e tyre që kanë arritur
që ta shesin këtë para publikut si faji tjetrit, e këtu normalisht barën kryesore të përgjësisë dhe fajit e ka Lëvizja Vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve, që në njërin anë nuk ka lënë hapësirë për bashkëpunim me partitë madje qysh në mbrëmjen e zgjedhjeve, e në anën tjetër edhe me diskursin post-elektoral, cilin e kemi parë tash sa javë. Në fakt, unë besoj që gjitha zhvillimet në kuvend qojnë drejt një mbajtje të situatës pezull edhe më tutje, përfshirë këtu edhe çështjen e ndryshimit të mënyrës së votimit, pra kalimi apo përpjekja për të kaluar në votim të fshet, për shkak se në njërin anë është e qartë që një vendim i tillë nuk do të kaloj, e unë në fakt besoj që edhe po të kalonte, nuk do të prodhonte asnjë rezultat ndryshe. Problemi është që po tentohet që të paktën të mos ketë dështime të panumërta të emrit si të tillë, por që të paktën ta zëm 4-5 dështimet e fundit të mbesin si faj procedurave, respektivisht dështimit për të kaluar tek votimi fshet. Në anën tjetër, unë besoj që jemi në një situatë ku për herë të parë asnjëra nga palët nuk ka interes që t'i formojë institucionet. As Lëvizja Vetëvendosje për shkak të pamundësisë mbase për të arritur për të pasur një qeveri stabile edhe në kuptim të numrave, por edhe të kozgjatjes, duke ditur që viti i ardhshëm do të jetë viti i sfidës së zgjedhjes së presidentit që me shumë gjaz dhe tashmë është pranuar nga pothuajse i tërë spektri politik, do të jetë pika kur do duhet që t'i drejtohemi sërish kutive të votimit. Në anën tjetër, në raport me partitë opozitare, përveç se janë të fragmentuara në kuptimin e kohezionit tyre politik, kam probleme edhe për sigurimin e numrave. Pra, deri më tani kemi parë që në njërin anë në mesin e votave të komuniteteve, për shkak se opozita ka 52 vota, nëse këtu i llogaricim edhe ato 3 vota të nismës, por që duke ditur se në mesin e komuniteteve kemi të paktën 2 deri në 3 deputet që presupozohet që janë më lojal ndaj zotit Kurti për shkak se kanë qenë antar të kabinetit të tij, edhe kjo që në opozitën tek një numër prej afërsisht 60 votash, e që të paktën ka qëndrim publik se asnjë prej palëve nuk është interesuar që ta ketë listën serbe për shkak të impaktit që do të kishte në imazhin publik. Kështu që unë besoj të dyja palët janë komode në qëndrime dhe në situatën për shkak se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë përgjegjësi dhe vazhdon ta fajsojë opozitën. Në anën tjetër opozita vazhdon ta shfrytëzojë kartën se është në përgjegjësinë e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të njëjtit nuk janë bartës të procesit që në fakt është konstatim më i saktë se sa i parapraku, duke ditur që është e pa kuptim që si mund të presësh nga opozita që të votoj për një kandidature e cila është për një pozitë që është në esencë politike. Pra, pozita e kryetarit të kuvendit nuk është post teknik e as një prej pozitave të rëndomta institucionale. Në rastin tonë, përveç se është pjesë e pazarit politik, është pozita që potencialisht e në rastin tonë me shumë gjas do të ushtrojë detyrën e presidentit të vendit deri në zgjedhjen e presidentit të ri i vitin e ardhshëm, qoftë kjo për shkak të shkuarjes në zgjedhje apo vetëm në atë pozitën tranzitore që është në mes të dy procedurave nga përmbyllja e mandatit deri tek zgjedhja e presidentit të ri.